Të paktën 3 milion fatura energjie nuk u paguan në kohë nga ana e konsumatorëve dhe përrjedhoi mbi to është aplikuar dhe paguar kamat vonesë. Të dhënat zyrtare të raportuara nga kompanitë publike të sektorit të energjisë dhe të publikuara nga enti rregullatori i energjisë tregojnë se shuma totale e kamat vonesave deri në fund të gushtit ishte 652 milion lekë ose rreth 6.5 milion euro. Muaji në nivelin më të lartë të kamat vonesave ishte gushti me 122 milion lekë ose rreth 1.22 milion euro dhe pas tij vjen korriku me 850.000 euro dhe janari me mbi 830.000 euro. Sa i takon numrit të faturave mujore mbi të cilat janë paguar kamat vonesa, ato luhaten mes 300.000, që është muaji me nivelin më të ulët që përkon me shkurtin dhe mbi 464.000 që është muaji gusht. Kamat vonesat lindin në një faturë në momentin kur fatura e muajit nuk paguhet brenda afatit 30 ditor të muajit pasardhës. Pra nëse fatura është lëshuar për muajin shtator, ajo mund të paguhet pa kamat deri në fund të tetorit. Përpos këtyre OSHE vijon prej vitesh që të arkëtoj edhe detyrimet e prapambetura nga konsumatorët që kanë lidhur akt marrëveshje për shkak të borxhit të akumuluar ndër vite. Këto akt marrëveshje u lidhën prej disa vitesh si për klientët familjar dhe për biznesin dhe parashikonin shlyerjen me këste. Deri në fund të gushtit, arkëtime totale të furnizuesit të shërbimit universal, që është pjesë e OSHE Group, ishin 50.7 miliard lek apo rreth 507 milion euro. Pagesat e faturave brenda afatit kanë rezultuar në nivelin 97.8% për 8 mujorin. Numri i konsumatorëve të lidhur në rritjen e shpërndarjes së energjisë elektrike, sipas statistikave periodike të OSHE-s, rezulton në 1.36 milion, ndërkohë që faturat në total me lexim konsumi në 8 muaj të këtij viti ishin 8.5 milion.